Nëse një njeri për 60 vjet ymër arrin të bëhet miliarder, e jo milioner vetëm, po miliarder, ti për 60 vjet ymër, pse s'mundesh më bë miliarder me triliona sevape me fitu? Se nëse njeri ta pagun mundin sa e ban ti mundin, Allahu ta pagun 1 me 10, me 70, me 700, me shumë fish pa kufi. Andaj, nëse njeri duke shvizu kohën e vetë dunjo, po fiton miliarda dunjo, ti si musliman, pse nuk arritet të fitojsh miliarda dhe trilione sevape me veprat e mira? Pse? Se erdhë shejtanit pëshmëritin vesh e të largoj për veprës të mirë pa asë një arsye. E të rokit dembelia dhe përtesa nuk shkove as vetë në xhami edhe nders, po nuk e thire as tjetrit me shku në xhami edhe nders. Ande kemi nevojna me e ndryshu qasjen dhe trajtimin e këtyre fenomeneve për të kaluar nga një shoqëri pasive me një shoqëri aktive.